Kjo ndodh shumë shpesh, e ndëgjojmë, ndoshta nuk i përket shumë shkencës sa i përket pjesës emocionale, po kemi ndëgjuar ose kur thuhet ka vdek filani sepse nga mërzia që ka humb këtë antar. A lodhet zemra din qatë pikë sa me pushu së punuari nga ndjesia emocionale? Po, stresi mund të jetë si stres kronik, i vazhdueshëm, që është po ashtu një faktor i rëndësishëm, po është edhe ashtu quajtur stresi akut, stresi më njëhershëm, pikëllimi e tjera, që mund të shkaktojnë gjendje, mund të prodhojnë gjendje kardiake, qoftë në formë të ne i quajmë Takotsubo kardiomiopati apo zemra thyer, ta shkaktojnë një gjendje e cila është ngjashme me infarktin akut të miokardit, e cila mund të përkeçohet me çrregullime të ritmit, apo pacienti veç ka smundje ekzistuese, ka dëmtime të enëve të gjakut, ka enë gjakur të mbyllura, dhe i mjafton një faktor shtesë stresi akut që t'ja shkaktoj një gjendje akute kardiovaskulare.